Miqtë Original Podcast, sot jemi me Bekim Bicin, një mik i hershëm i imi, është një gazetar i ri në moshë për një profesion. Bekimi ka shumë vite që e profesion desisht këtë profesion, edhe nuk është se i kam shumë qef gazetar, po Bekimi bën përjashtim. Por do na i tregoj vetë vlerat që Bekimi ka. Bekim, shumë faleminderit që erdhe në podcast me mua, jemi në natyrë si gjithmonë, edhe vlerësoj shumë faktin që pranove të flasësh si i ftuar tani këtë herë. Domethënë, unë po të marrë më pyetje. Të falenderoj Geni shumë për ftesën, le të themi, për intervistën, dhe duhet dish diçka që nuk është se kam shumë qejf, ti e di shumë mirë që të flas për vete, kështu që meqense jam këtu, okay, atëherë do të përgjigjem pyetjeve tua. Unë pikërisht prandaj edhe ta parashtrova, thash se Bekimi nuk është tipi që del i intervistuar, është gjithmonë ai që interviston. Ti e di shumë mirë, unë nuk kam skript, nuk kam pyetje konkrete paraprakisht, patjetër që ato të mia unë i kam sepse lidhet gjithmonë me tematikën e podcastit. Unë do doja të mbosh një prezantim të shkurtër fakt për të gjithë ndjekësit. Jam i bindur që shumë do të njohin, por për ato që mund mos të kenë parë, një prezantim të shkurtër. Atëherë, unë jam Bekim Bici. Jam gazetar prej gati 14 vitesh. E kam nisur si gjithë, le të themi jo në gazetari shumë të avancuar apo shumë publike, pavarësisht se në fakt për mua do të ishte, për çdo gazetar do të ishte më e denja dhe më e mira që ta nisë në tillë formë, pra gazetar në radio. Kam drejtuar 3 emisione në radio aso kohe, po ashtu një periudhë isha edhe speaker, bëhet fjalë në Radio Kontakt, ka qenë dhe radio e parë private në Shqipëri, është radio nga cila në fakt vlen të theksohet që kanë dalë sot për sot gazetarët, moderatorët, MNZ, le të themi edhe më të vjetër dhe më të afirmuar në skenën e gazetarisë, në sektorin e gazetarisë. Nga Radio Kontakti pastaj kaluam në për gazetarin online, jemi marrë her pas here me redaktim librash, revistash, artikuj të ndryshëm shkencor dhe gazetaresk, dhe nga kjo hapësirë le të themi kaluam nga pjesa e webit apo portaleve, kaluam në gazetari televizive. Kam punuar në televizionin Fox News si redaktor përgjegjës për thuajse 4 vite. Më pas nga Fox News kalova në Top Media, në Top News, ku punova si gazetar në terren, pasi kam qenë gjithmonë i mendimit që një gazetar nuk duhet ta nisë në terren, sepse t'i japësh gazetarit mikrofonin dhe kamerën në dorë. Do t'i bëjmë pyetje pastaj, këto? T'i japësh gazetarit dhe mikrofonin dhe kamerën në dorë, është një lloj sikur të nxjerrësh, domethënë të papërgatitur, është një lloj sikur të nxjerrësh një ushtar që sapo e ke marr apo është futur në ushtrinë me armë, por që s'di ta përdor. Pra nuk do të di. Mund të kryej vetvrasje, mund të vrasë personin e gabuar, mund të shënjestroj gjëra që s'duhen shënjestruar. Një eksperiencë kaq e madhe, se unë e dija paraprakisht, unë siç e thash, kemi misi mbi 10 vite me Bekimin, misi të ngushtë, domethënë shok, jo rreth miqësor. Edhe Bekimi ka shumë për të na treguar, besoj ky episod do zas më shumë se sa zakonisht, për shkak të edhe të njove personale, domethënë unë i di pak a shumë edhe disa pyetje që do shtoj. Por e pyeta Bekimin, çfarë pyetësh mos të bëj, Bekimi më ka thënë bëj çfarë dush. Kjo e ka karakterizuar gjithmonë Bekimin. Ka qenë ai tipi që ato që e bën, e mban dhe i rin deri në fund. Dhe kjo është një pikë jashtëzakonisht shumë e fortë që Bekimi e ka pas gjithmonë, dhe po ja them për herë të parë sot, se gjithmonë zihemi si macja me miun, por që kjo është një ndër pikat më kryesore që Bekimi ka. Ta shpjegoj, jo zënje kështu. Jo sherr, nuk ka grush. E kemi nga ato armët pafishe, e kemi kështu luftë të ftohtë. Bekimi është dhe një familjar jashtëzakonisht shumë i rregullt. Ka një djalë, ka prindit, babi tani ka ndruar jetë për mamin, domethënë është një djalë i kompletuar, dhe kjo është arsye që Bekimi sot kemi menduar ta kemi si të ftuar që t'jap të vlerat që jo çdo kush i ka. Bekim, duke qenë se ne edhe unë edhe ti kemi lindur në periferi, të vegjël, edhe kemi ardhur në Tiranë, patjetër që përplasim me një realitet të vështirë, e sidomos në vitet kur ke ardhi. Je penduar ndonjëherë pse ke zgjedhur gazetarin në këtë vendin ton? Ka shumë raste kur njeriu pendohet për diçka, por ka po ashtu edhe po aq raste që thot mirë kam bërë. Në raste të caktuar, pavarësisht se janë, le të themi, ndoshta në numër më të pakta, por janë shumë vendimtare. Çfarë dua të them me këtë?
Gazetaria është një degë që po të kesh lirinë për të vepruar, ashtu edhe për të punuar, shenjë siç në fakt është misioni i gazetarisë, është një ndër degët më të bukura, më fisnike dhe nga të gjitha anët profitabël. Si në aspektin monetar, nëse ti lejohesh dhe gazetaria është e lirë dhe e drejtë, ashtu edhe në aspektin mbi të gjitha njerëzor, sepse ti në plan të parë ke jo vetëm një pasion edhe por në fundit një mision të shenjtë. Pra të përçosh zërin e atij që nuk e ka mundësinë që ta thot fjalën siç është, të thot realitetin, të ngre pikpyetje dhe të ngre, le të themi, her pas here shumë problematika që ndoshta shumë kush nuk do të donte ti dëgjonte. Edhe këtë ta jep gazetaria. Por në shumë raste, në aspektin personal, familjar, pastaj ka edhe shumë aspekte të tjera të cilat të bëjnë thosh a bëhet gazetari në Shqipëri. Dhe kjo është pikpyetja më e madhe, a bëhet dot gazetari në Shqipëri i lirë? Do ta bëj një pyetje pak më mbrapa këtë, se do të jetë pak dhe ndoshta jetë tendencioze për ty, por për realitetin shqiptar. Të fillosh puna e parë, le të themi e mirëfillt e jotja, gazetar, bankat e shkollës, studion, ke burë me përpara, ke qenë dhe speaker, ti akoma vazhdon edhe bën edhe voice overa që ke zërin perfekt. Kush kanë qenë momentet tua më të vështira? Se gjithë në profesionin që ndjekim dhe sidomos ku kalon 10 vite, bën një rezume njeriu, bën një përmbledhje domethënë të eksperiencës vet. Ka qenë një moment shumë i vështirë për ty që thush, domethënë, akoma e mban mend. Momentet vështira ka çdo ditë në gazetari. Për shembull, momentet vështira në aspektin profesional janë rastet e katastrofave natyrore, që vërtet janë vështira, si për t'i transmetuar, si për t'i mbuluar, si për të qenë njerëzor, sepse aty duhet të kesh aftësi dhe cilësi që të mbash përballë lajmit apo përballë interesit të klikimeve, që sot çdo gjë është bërë klikime, përballë këtij interesi klikimesh duhet të kesh njerëzore. Atje ke persona që kanë humbur jetën në rastin e tërmetit, për shembull. Ke persona që kanë humbur jetën, kanë humbur familjar. Bekimi ka qenë edhe nga ato aktivistët më të zellshëm jashtë kamerave në suport njerëzve që u prekën nga tërmeti. Po shtoj unë këtë se ti jam i bindë që s'do e thoje. Dhe në tilla raste është me vërtetë shumë e vështirë të bësh të punosh. Jo sepse nuk e bën dot punën, por gjendesh përballë shumë emocioneve. Domethënë ke një lloj kryqëzimi emocionesh sa ti nga njëra anë ke punën, nga ana tjetër ke ato çfarë të thonë, se mund të kesh edhe le të themi kërkesa, shiko ti tuj ta ndej këtej pse, sepse duan klikime, sepse sot për fat keq gazetaria është kthyer në biznes. Nuk është më gazetaria në misionin e shenjtë të saj, informimin apo mbajtjen gjallë të shpresës, është kthyer më shumë sot në biznes. E përballë kësaj është ajo tjetra, siç e thash, pjesa njerëzore. Pra, nëse ti e shikon një fëmijë që po vuan, apo një fëmijë që ka humbur nënën, babain, apo një të afërt, apo ka një dhimbje të caktuar dhe ti afrohesh sepse do intervizë dhe të ta bësh vizive. Pse e do thjesht e do sepse ta kanë kërkuar. Kjo është komplet në kundërshtim me njerëzoren, kur ti në fakt s'pari duhet të shkosh afër dhe të gjendesh afër si njeri atij personi që vuan. Pastaj të shohësh pjesën tjetër, edhe pjesa e medias apo le të jetë në një kuadër apo një moment të dytë kur ai në vetvete ta di se çfarë kërkon, të di se çfarë do, dhe jo të dalë thjesht si një lloj peshku përballë kamerave dhe mediave. A ke një moment dobësie ti për shembull personalisht në momentet e tilla, pasi mbaron punën për shembull, se ka njerëz nga lodhja mund të çajin, ka njerëz nga lodhja emocionale, bëjnë veprime ndryshme. Ke ti momente dobësie për shembull që thu, po marrim rastin e tërmetit se nuk du ta rikthej se ka qenë një ndër fatkeqësitë më të mëdha të Shqipërisë. Një moment që je vetëm dhe për shembull aty shpërthen dhe nuk e mban dot veten. Të tilla momente janë, por ti e di shumë mirë që ka edhe një aspekt tjetër që unë mundohem her pas here të falem, jam besimtar, pra shko sa jam besimtar. Dhe këtu jemi në ambientet e xhamisë ku unë dhe Bekimi frekuentojmë. Pra shko sa unë ne jemi besimtarë, momenti më i mirë për t'u shprehur është pikërisht përballë Zotit, domethënë me lutje, edhe aty je tamam i çliruar nga çdo lloj situate, nga çdo lloj emocioni dhe trysnie apo nga gjithçka e jashtme që ndodh. Pikërisht ai është momenti kur si në gazetari, po besoj çdo kush që është besimtar apo që mundohet të jetë besimtar, se ti je besimtar perfekt është gjë shumë e madhe, dhe s'mund ta themi me plot gojë, por mundohemi të jemi në atë drejtim.
Pra çdo kush mundohet e ka një derë, le themi, ku shkon dhe shfryhet në gjitha aspektet e saj, ja hap zemrën Zotit dhe pikërisht aty është dhe momenti ku gjen atë paqen me veten dhe fillon atë reflektimin çfarë ndoshta nuk kam bërë siç duhet dhe si duhet ta bëj ato edhe më mirë, sidomos në rastet e fatkeqësive, sepse janë rastet më ekstreme të mundshme. Duke qenë se në Shqipëri, sidomos kohët e fundit, siç e the edhe ti, gazetaria në përgjithësi është kthyer si biznes. Lajmet më bum sot janë politika. Duke qenë se ti ke një eksperiencë madhe me politikën. Se sa herë ne organizohemi me çunat, Bekimi po nuk erdhi, dihet se ka një miting, një protest ose aktivitete politike. Sa e vështirë është për një gazetar terreni që mundohet të jetë dhe i drejtë, jo siç e theti me kapat e peshkun, të bëj punën e vet në Tiranë. Se realisht kohët e fundit vetëm rrumuj po bëhet kur bën protesta, me drejt pa drejt nuk po hyn asaj pune. Sa e vështirë është për ty, sa rrezikohesh ti? Tashi, rreziku është varet sepse ditët e sotme thash, mediat janë kthyer në biznes. Pra çka sa media është kthyer në biznes, edhe palët politike i shohin mediat pikërisht si të tilla si biznes. Dhe në momentin që një media ka një politikë të caktuar editoriale, atëherë edhe ndjekësit e asaj partie politike, atë media që mund ta shohin si kundërshtare le të themi personifikojnë drejt për drejtet e gazetari. Tilla raste ka patur plot, fatmirësisht jo të shumta me mua, për shkak ndoshta edhe se personat apo protestuesit kanë qenë të njohur apo më njihnin me mua, le të themi si gazetar apo edhe si person, por me kolegë të tjerë, të cilët për shkak të politikës editoriale apo të televizionit apo medias që përfaqësonin janë gjendur përballë sulmeve dhe është dashur ndërhyrja në mënyrë të drejtë për drejtë, ndoshta e jona, pastaj edhe të kërkojmë edhe ndërhyrje edhe nga përfaqësuesit politik që kanë organizuar atë le të themi protest, atë tubim apo atë event politik. Të tilla raste kanë qenë të shumta. Është e vështirë, por vështirësia më e madhe është që ti të jesh vetvetja, edhe ti jesh i drejtë përballë gjithçka çfarë mund të kërkohet edhe nga redaksia, sepse redaksit kërkojnë apo me të drejtë për atë punë edhe paguash të japin ndoshta her pas here edhe pyetje për të bërë pyetje të cilat ndoshta nuk të përfaqësojnë dhe pyetje të cilat sipas teje nuk qëndrojnë për të bërë ato pyetje. Pra mund të jenë pyetje tendencioze, por kjo ndodh mendoj unë në ato raste kur ndoshta edhe gazetarët janë fillimet e veta, sepse për ato gazetarë që disi janë të afirmuar në treg dhe e din madje edhe redaksia apo i kanë vendosur përveç kësaj, e din edhe faktin që kur kanë bërë marrëveshjen me redaksit përkatëse, me drejtuesit e informacionit edhe jo vetëm, i kanë vendosur ca pika mbi i që unë s'bëj kompromis tek e vërteta, për gjëra të tjera flasim, por tek e vërteta unë s'bëj kompromis. Dhe pra çka sa s'bën dikush kompromis, gjëja bëhet e thjeshtë. Kush ka qenë parimi jot kryesor gjatë gjithë ditën e parë që ti punove si gazetar? Që ditën e parë që unë kam punuar si gazetar dhe vijoj edhe sot dhe pra çka sa unë do t'i kushtoj interes dhe fokus profesionit të gazetarit ka qenë është dhe do të mbetet gjithmonë nuk ka kompromis në asnjë moment me lajmin. Çka do të thotë? Nëse dhe të vërtetën, lajmin e vërtetë dhe pra aq kosa që unë kam një të vërtetë në dorë, kam të dokumentuar, faktuar, edhe nëse ajo e vërtetë është kundra meje, unë nuk bëj kompromis. Ke pas në një rast konkret? Kam pas raste konkrete, ndoshta edhe me persona të njohur, madje ndoshta edhe miq, madje edhe të afërm të mi, por që kam patur lajm të caktuar në dorë dhe unë nuk kam bërë kompromis me atë lajm. Ai ka qenë lajm dhe unë kam bërë lajmin. Unë kam mbajtur qendrim për atë lajm, sepse ai ka qenë e vërteta. Sa përgjegjësi ka gazetari ke këto lajmet që bën? Të lajmet që bën përgjegjësia e gazetarit është varet, është në momente të caktuara, përgjegjësia e caktuar, sepse në momentin që ti e ke gjetë vet lajmin, pra ke dalë në terren dhe e ke gjetë ti, është ti autori i atij lajmi, pra ti e ke atë lajm në dorë, përgjegjësia është e gjitha e jotja deri në momentin që ti e çon siç duhet, e trajton siç duhet dhe pastaj kalon përgjegjësi e televizionit në momentin që del në televizion. Por përgjegjësia është e jotja deri në fund, mbi të gjitha. Por ka një përgjegjësi televizive në momentin që ato dhe të cilën ti nuk e mban përsipër, në momentin që ai lajm mund të trajtohet në një konotacion të caktuar, ndonse se ti e ke marrë për diçka tjetër. Ktu pastaj hyn politika editoriale e çdo media që jo pak raste ka ndodhur që janë ndryshuar edhe ka dalë nga tërësisht nga kuptimi edhe eksakt nga ajo çfarë do të thoshte në realitet ai lajm dhe nga ajo çfarë përbënte lajm. Por siç e thash edhe një herë, unë nuk e kam bërë kurrë dhe nuk bëj
kompromis tek kjo pjesë, pra tek e vërteta, tek faktikja, madje edhe në ato raste kur unë jam kërcënuar në mënyrë të drejtë për drejtë për largim nga puna, pezullim, apo marrje masash të caktuara, masa të cilat kur nuk u morën, pavarësisht se jam kërcënuar, kur nuk u morën, sepse isha gjithmonë të drejtë. Unë këtë e besoj realisht shumë, sepse duke njohur të karakterin e Bekimit, nuk është tip që bën kompromis me atë parimet e veta. Po i kërcënuar, jo me lërgim nga puna, po qoftë fizikisht, qoftë kërcënime ke këto të rëndomta. Të ka ndodhur të kesh nga pala tjetër, jo nga televizionet. Nuk besoj që ka një gazetar që ka bërë një lajm që mund të ketë lëvizur diçka, pra të ketë qenë vërtet lajm, që të mos ketë patur një kërcënim, një intimidim, sepse kërcënimi sot nuk vjen një herë në radhë parë, shumë vështirë vjen drejt për drejt. Vetëm ata që të japin një kërcënim të drejt për drejt, në thonjza, ti je sigurt se s'bëjnë asgjë. Nuk vjen asgjë nga se kot nuk thonë që qeni që le nuk than. Po ata kanë nga momenti. Kështu që ruaju atij që kërcënimin apo presionin ta sjellë nëpërmjet palëve të treta. Edhe nuk kanë qenë të pakta rastet apo ndërhyrjet. Ka pas moment që je friksu? Asnjëherë. Po pse për shkak? Pse? Sepse unë nuk thash edhe një herë, unë nuk bëj kompromis kurrë me të vërtetën. Kurrë. Nëse unë kam një lajm të vërtetë, të faktuar gjithmonë, sepse unë nuk e bëj edhe pas kësaj që nuk bëj kompromis me të vërtetën, unë nuk bëj asnjëherë një lajm që nuk e kam të faktuar. Në momentin që unë e kam të faktuar, të dokumentuar, të provuar me disa forma, ndoshta edhe me disa burime, këtë lajm, nuk e pse zotri hajde bujrum, ja këtu jam. Ja bujrum, ja këtu më ke, urdhëro faktin, ja ku ke këtu. Ç'a do më shumë? Nëse e ke personale me mua, okej, e zgjidhin personalisht, si do zgjidhin, policia aty është. Po, ka forma, po. Ke besim ke policia dimi që përmendën policinë? Policia më ka shoqëruar 2 herë mua. Një herë u bë lajm i madh ky shoqërim i madh. Po, kjo ishte herë e dytë e shoqërimit që u bë lajm i madh. Reagoi në fakt edhe Këshilli i Evropës, reagoi zyra e shtypit po ashtu në Këshillin e Evropës. Po pse shoqëruan? Arsyeja e shoqërimit ishte sepse unë isha në krye të detyrës, edhe nuk i pëlqeu aso kohë ministrit të brendshëm puna që po bëja. Sander Lesha ishte ministri i brendshëm aso kohë. Sander ka qenë ai vogël, kështu i thinjum duket ë? Ai vogël, po ishte general ai i vogli. Dhe Sander Leshajt ministrit aso kohë nuk i pëlqeu fakti që unë po bëja detyrën siç duaj. Bëj fjalë për një shtetas turk, i cili ishte pjesë e asaj të njohurës ndryshe si shoqëria Gülen. Dhe si pjesë e kësaj shoqërie ai ishte arrestuar, doli i pafajshëm, por pavarësisht se fitoi gjyqin, ministria në një farë formë aso kohë në mënyrë të paligjshme me ca procedura të fshehta tentonte që ta largonte, jo ta tjetërsonte, por që ta largonte nga Shqipëria, ta deportonte drejt Turqisë. Ndërkohë që ai kishte fituar. Jo, ishte i lirë. Okay. Ishte i lirë, kishte fituar lirin, por ministria e brendshme dhe drejtoria e emigracionit ato e mbante prej 24 orësh një furgon. Në furgon, as komisariat? Jo, në furgon, sepse nuk lejohen komisariat, sepse ai kishte fituar lirin, çfarë do të mbajnë në komisariat? Dhe ato e mbanin një furgon. Dhe vjen unë aso kohë punoja në Fox News, sepse siç e thash, nga Fox News shkova te Top News dhe nga Top News tashmë te Ora News. Në atë kohë punoja në Fox News, isha redaktor përgjegjës, isha përgjegjës i turnit, sidomos ishte pjesë e pasdites, u them gazetarëve që shkonin ndiqnin si rast. Shkoi kolegu gazetar, qëndroi pak, si thua, shpërtoi që ta çonte apo ta ndiqte edhe më shumë sepse në fundit i mbaroi edhe ora dhe sot në fakt është për të ardhur keq se në momentin që të vjen ora që mbaroi, për shkak edhe të mungesës së motivimit nga ana e punëdhënësit, atëherë çfarë ndodh, edhe gazetarët të pamotivuar e lënë lajmin mes, sill tjetrin thot sepse mu mbaroi ora. Edhe ai me të drejtat e tij kishte mbaruar edhe ora, ishte ora 11 e natës. Edhe do të largoj, them unë, mbaroj turnin, marr shoferin dhe i them, nisemi, ai do më sillte për në shtëpi në fakt, i them jo, do të kthehemi te Ministria e Brendshme. Do të kthehemi te Ministria e Brendshme, thash, më la aty, thash ikti tani, sa e ke mbyllur edhe ti turnin. Edhe qëndrova i vetëm aty. Normalisht me bedxhet e gazetarit me bedxhin të varur në qafë. Dhe i afrohem furgonit ku ishte shtetasi Selami Simsek, si sot e mbaj mend, edhe i them përfaqësuesit të policisë, jam Filan Fisteku, Bekim Bici, gazetar, do doja një intervistë me shtetasin Selami Simsek, ta di se çfarë po ndodh me to, cilat janë pretendimet e tij. Siç ishte mbylli derën, mbylli xhamin e makinës, furgonit që ishte me xhamatzi, edhe nuk bëri asnjë lëvizje. U isha vendosur, nuk do ikja në shtëpi, do qëndroja aty.
dhe pas rreth një ore vjen një makinë Golf 5-a. Thash Golf 5-a në Ministritë Brendshme, edhe ju tura mbrapa makinës ku shoh Ministri i Brendshëm vinte me makinë private e Golf 5. Nuk ishte me makinën eskort dhe i veshur tërësisht civil, jo në sipas protokollit, pra ishte jashtë orarit punës, po ishte mbledhur. Sa ishte ora në atë moment? Rreth orës 12 diçka natës. Darkës, po flasim natën. Domethënë vjen në ministri, vjen me makinë private? Po, dhe ishte mbledhur ndërkohë në ministri këshilli i posaçëm për të marrë një vendim për të deportuar shtetasin Selami Simsek. I vihem mbrapa ministrit, futet brenda ministrit, detyrimisht që nuk të lejon kush të afrohet në tillë formë, i dal nga ana tjetër e ministrisë, ndërkohë vin më rrethojnë policia. Me uniforma? Me uniforma policia. Më thonë, është perimetri i sigurisë, nuk lejohet të filmosh këtu, thash, zotëri, thash, unë jam gazetar s'pari një, dhe s'dyti nuk jam ignorant, që dhe tot thash këtu, nuk ke një perimetër sigurie. Nëse ti do të kesh perimetër sigurie, vendosit perimetrin e sigurisë, qoftë shirit, qoftë edhe kanxhellat e hekurit që janë mësuar të vendosin këta, unë nuk e kaloj. Rrim atan. Vendos. Jo, tha, edhe tentoi të afrohej, thash mos u afro, thash sepse çdo gjë po regjistrohet. Do të jetë në domin tënd. U larguan ato që 3-4 policë nga ata. Ndërkohë ula fiks përballë Ministrisë Brendshme, janë ku sot është edhe ai bunkeri i famshëm që është nëntoksor që lidhet, që ka histori të gjatë komunizmi, po pak rëndësi ka, po qëndroja aty ndërkohë që del Sander Leshaj dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Del drejtori i përgjithshëm, delte dera, më shikonin mua me kamerë, kthe futeshin brenda. Edhe unë vetëm qeshja. Dilte të njëjtën gjë dhe ministri Leshaj, dilte nxirrte kokën, më shifte që jam aty që s'kishte, nuk dilte dot si kisha zonë prit në thonjza, kthehet brenda. Në një moment del drejtori i përgjithshëm i policisë dhe i afrohem dhe them, drejtor, doja një informacion për shtetasin Selami Simsek, çfarë po ndodh dhe çfarë do të bëhet me të. Në atë moment Sander Leshaj jep shenjë nga atje për të më shoqëruar. Dhe shenjën e Sander Leshajt e përkthen drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, që jep urdhër 2 oficerëve të policisë që ishin aty për të më shoqëruar mua. Si do të shoqërojeni? Më shoqërojnë, thash arsyeja, s'folëm fare, aty në makinë policisë dhe drejtoria e policisë e Tiranës. 5 orë në polici. Atje në Mestimshyr. 5 orë në polici. Por fatmirësisht, fatmirësisht jam avokati vetit, sidomos kur jam në drejt. Dhe fatmirësisht në kohën që do të shoqërohesha, që isha përkrahur nga 2 oficerët e policisë, një koleg vjen përballë, Ariglon Pali, edhe më filmon. Dhe video e tij shërbeu edhe si dëshmi që unë e kisha edhe badge-in dhe çdo gjë isha i pajisur në rregull. Arsyeja e shoqërimit do i thonë nuk e di, po interesohesha për shtetasin Selami Simsek dhe i them që vend ndjeni edhe redaksin. Ai u bë krye lajm, pastaj mbeti për disa kohë në komisariat që dalim te intimidimet. Presion nga më të ndryshme, intimidimin nga më të ndryshme. Kërkonin që të fshija drejtuesit e policisë. Po, përfaqësuesit, shefat e to duket sikur kanë me qef më por e ndjen më në ato vdesin që tregojnë pak pushtet, por nuk e din se ku ta tregojnë atë pushtet. Më kupton? Se i drejti nuk tregon dot pushtet sepse i drejti të vë poshtë. Se te këto un kanë vure që nuk janë të detyruar më burr. Nuk janë mos i detyruar. Ora këta kanë pasion më burr me bë negativin, me bë tegër, me bë presion. Ka raste që janë detyruar. Në rastin tim do ta tregoj se si ishte rasti. Në 90% rasteve, se janë raste të ralla, se duket njeriu që ka presionin i detyruar. Po thash, është ajo veshja, veshja për të treguar që është një lloj force, un jam ligji, jam maliqi, jam i fortë, nuk jam shërbim. Fatkeqësisht deri këtu ka arritur policia e shtetit. Këtu nuk mund t'i fusim në thes të gjithë oficerët e policisë apo efektivet e policisë, sepse ka shumë doja shumë ta kem një policë të ftuar në fakt. Dhe çfarë ndodhi atje, thash, lloj intimidimi, lloj presioni dhe gjëja më e bukur ishte, ore, kush je ti që hyn në kaq thellë dhe në tilla gjëra që janë gjëra të rëndësishme serioze, tha, mes shtetesh. Thash, me që mëse më bëre pyetje, thash, po të them edhe herë, jam Bekim Vici, gazetar. Misioni im është të ndjek lajmin dhe të ndjek të vërtetën. Dhe mbi të gjitha mes shtetësh, sepse ishte çështje Shqipëri, Turqi për shkak të ishte koha që edhe xhamia namazgjaz nuk po hapej për shkak se nuk donte Erdogan të hapej sepse kishte vendosur disa kushte me Edhe nëse lloj presionesh më thanë do të hap telefonin të fshish video. S'ka shanse thashun. Telefoni im thash hapet, thash ndoshta je mësuar me të tjerë. Thash, po telefoni im hapet vetëm me kërkesë prokurorie dhe vendim gjykate. Sepse është telefoni im. Ose ja merr thyje. Jo, tha, po ka edhe forma të tjera. Ja urdhëroj, thash, okay, hape, bëj çfarë dush. Por do të mbash përgjegjësi.
Do mbash përgjegjësitë për çdo gjë që çfarë ndodh ti dhe çfarë merr prek në telefonin tim. Doli sërish jashtë, fliste në telefon, merr mua jashtë, o vlla si t'ja bëjmë, tha se po të them realitetin si është, mu më kanë marrë nga lart, më thon pa fshi ato video nuk t'lëm dot, s'mban dot thash ti. Mbaj sa dush po s'mban dot, ato video nuk fshihen. Edhe më thot si t'ja bëjmë, llav fjalë burrash. Do fjalë burrash. Okej, thash po të ndihmoj unë ty, tha se më ke vënë në pozitë, e di që je në drejt, më ke vënë në pozitë, po tha jam edhe është edhe puna ime, tha përballë urdhrave të tyre. Okej, thash, po të ndihmoj, meqense po thua fjalë burrash. Fjalë burrash më jep telefonin, thash unë, edhe do të hapun telefonin, do ta çoj ku do ta çoj atë video, apo ato video, dhe pasi unë ti kem çuar atje ku dua ti çoj, në sy të kamerave, meqense ti je dobë, po i fshiun nga aty, thash. Por pasi unë të kem bërtimin. Tha fjalë burrash, thash fjalë burrash. Do ai donte një provë që ti po e fshin, edhe ai thoshte në kryeën e tyre. Po. Pas ka qenë nga ato që impresion kishte. Eksakt, po kjo ishte prasisht në presion, ishin 5 orë që po bënin këtë lloj presioni aty, jo kush je ti, jo kush jam unë, jo, më kupton, e gjitha gjëra ishte e tillë. E kapun, fshi, e çoj ku kisha për të çuar videon, si provë, i fshiun ato, edhe më bëjnë atë fletën e shoqërimit, edhe dal. Në plotësimin e fletës së shoqërimit, në fillim I them atij efektivi që po plotësonte apo oficer, nuk e di çfarë ishte. Thash arsye e shoqërimit, ngrejte vetëm supët. Edhe më tha mua shiko. Që po edhe vendosi fletën, po e shkruante në mur. Edhe kishte kamerat sipër. Që ta shifte kamerën. Po, më thot mua shiko, dhe ishte porosin nga 390-a. Thash, kush është 390-a, drejtori I policisë? Jo, tha. Në rregull, tha se e gjej vet. E nejse, në atë fletë shoqërimi dalun, çështja u bë shumë e madhe, shkojnë në Këshillin e Evropës, raportova në avokati I popullit, për 6 muaj nuk bëri asnjë lëvizje dhe unë isha agravuar shumë me të. Edhe çfarë ndodh? Shkoj në Këshillin e Evropës, pasi vjen përgjigje nga Këshilli I Evropës, më thot avokati I popullit më fton dhe më thot bekim arsyeja të lutem të marr për këtë gjë, I thash po mirë, thash s'keni turp, thash avokati Këshilli I Evropës reagoi brenda 24 orëve dhe ju për 6 muaj dhe sot më merrni, po thash pak turp nuk ju erdhi dhe zor nga vetja që të merrni. Shiko, tha zoti Bici, ke të drejtë të irritohesh, të agravohesh, por të lutem na jep një mundësi që të flasim. Kush ishte avokat popullit here? Kjo Ballanca. Sepse ajo qëndroi më gjatë. Dhe më thot na japësh një mundësi që të flasim nga afër. Po, më thash vi unë në zyrën tuaj. Shkoj në zyrë dhe atje në zyrë të njëjtën gjë. Reprezalje. Thash është e turpshme, thash unë kot që vi këtu. Është e turpshme me këtë që ka ndodhur. Mos e kam kuptuar këtë funksionin e avokatit popullit në Shqipëri. Mua. E di arsyeën e shoqërimit. Po, thash unë. E kam bërë publike. E kam bërë edhe në raportimet e mia, është porosin nga 390-a. Ju si avokati I popullit duhet ta kishit gjetur këto sepse unë ndihemi I kërcënuar, tash nuk e di kush është ky 390-a që jep urdhër për të më shoqëruar dhe unë nuk e di a duhet të ndihem në presion. Çfarë ndjesie të kem? Çfarë ndjesie, kush është ky personi jo vëlla që në mënyrë të drejtë për drejtë kërkon shoqërimin tim? Jo, tha nuk është kjo arsye. Si s'është kjo arsye, kam pa me sytë e mi, thash. A e fakton dot? Po, thash, e faktojnë kamerat e paraburgimit. Po jo, tha ato tha 1 muaj kanë qëndruar. Prandaj thash vini ju pas 6 muajsh. Gjithsesi thash ju është detyra juaj ta gjeni. Unë po ju them kështu, në kamerë është shkruar në mur madje me fletë aty që të shihej nga efektivi I policisë, që është porosi nga 390-a. Jo, thash ndryshuar tha atëherë. Kjo do thotë që është falsifikuar raporti I shoqërimit. E cila është thash arsyeja I dyshuar nga antiterrori. Thash deri këtu pas ka shkuar. Edhe pasi e ndoqi avokati I popullit të çështje, arriti deri aty, domethënë u mor mas ndaj oficerit ka antiterrori, duket se këta kanë si xhep kështu si as në mend. I dyshuar nga antiterrori. Do, sepse antiterrori, se më ka ndodhur edhe mua një situatë me antiterrorin. Antiterrori paska si duket të drejtë me dyshu çat doj, edhe të bëj çat doj sipas tyre. A di ç'm ka ndodhur mua një herë, ke ky kampi këtyre surprizave mujahedinëve që na kanë lënë dhurat. Kishin ngritur një dron atje. Ka vit? Unë kam bler dron këtë parë, ta kupton? Sa pa. E të erdhi ti. O e morën telefon po them, jam filani nga antiterrori. Erdha ato me pallë të zeza me makina. Kështu, është ngritur një dron atje, ti je nga zona ne. Unë jetoj në Tiranë, kupton? Edhe ato nuk janë asnjë me lagjën time. Domethënë imagjinoje ti mund të jesh rrugë, mund të jesh gjona, erdha ato me pallë të zeza, gjona. Ha kupton? Domethënë ta antiterrorin si duket e përdorën kështu për presion edhe ti s'ke ç'më i thon. Eksakt.
Këtë lloj presioni bën ata me këtë antiterrorin. Po atë kanë ndjek pastaj kjo historia e shoqërimit, kanë ndjek kjo problemi që kishte? Jo, nuk se ndoshta e kalon dhe personale këto ministrat e këto. Jo, më pëlqen kur ta kalojnë personale. Jo, a ka ndodhur them? Jo, nuk më ka ndodhur. Do doja që ta kalonin personale, ka ndodhur me ministra të tjerë që situata të caktuara janë kaluar personale, por që nuk është. Po, desha të pyes ta. Ke pas momente për shembull që një ministër, se nuk du ta politizoj fare, ti di shumë mirë edhe qasjet e mia politike. Po kam përshtypjen që këto që janë, e kemi harruar kur kanë qenë opozitë, këto që janë qeveri tani, ku ti kanë një lloj tendence që i marrin shumë personale gjonat. Po, edhe këta ta kthejnë shumë personale. Ka ndodhur? Un kam bërë një lajm që Bori Goxha, le të themi, tronditi në atë kohë këta, për drejtoreshën e meteorologjisë që po bënte shkarkime apo dorëheqje, po kërkonte dorëheqje të punonjësve në grup, sepse nuk i donte, nuk ishte tërësisht jashtë çdo lloj ligji. I kishte bërë kështu si grupacione, iknin krejt bashkë. Ata që nuk i përgjigjeshin dhe nuk pranonin të jepnin dorëheqje, ata i çonte në një komision etike. Komisionin etikës dihet që e kishin formuar. Po atë komision etikës do ta gjej, do ta sajojnë diçka? Për komision etike ato gjenin diçka dhe i shkarkonin nga puna dhe këta i çonin pastaj po ashtu edhe në gjyq, sepse me drejtën e tyre do e ndiqnin procedurën dhe unë bëj lajmin për këtë dhe reagoi në zotëri nga ministri nëpërmjet drejtuesve të medias apo pronarëve, andaj këtej bëhet çështje shumë e madhe, më kërkohet të hiqet lajmi sepse unë kisha bërë në kanalin tim zyrtar personal dhe jo të punës, tërësisht në pa shkel asnjë parim dhe asnjë si le themi përveç ligjit jo, po as kontratat e punës, sepse ata e kërkonin këtë gjë nga puna, bënin presion punës. Edhe pavarësisht kësaj unë nuk le themi lëkunda në asnjë moment, bëni ç'të doni thash, kushdo që të më heq nga puna, të më pezulloj nga puna, të marrë çdo lloj mase në varësi të kontratës që kemi, nëse u kam bërë shkelje urdhëroni, nëse s'kam bërë shkelje merr një masë, më sillni mua dokumentin, unë nuk firmos asgjë, e çoj në atje ku duhet të çuar dhe të vendos gjykata, drejtësia. Edhe tilla situata ka patur dhe gjithmonë do të ketë, nëse ti je gazetar që nuk bën kompromis. Po me kolegët obikim, si është marrëdhënia? Se ka edhe të mirë dhe të këqij patjetër, se nuk mund të themi që janë gjitha të mira. Unë nuk mund të them me kolegët të mirë dhe të këqij, unë kam marrëdhënie shumë mira pothuajse me por të mos thonë me 100% të kolegëve, kjo për shkak. Jo, edhe të gazetave ose televizioneve tjera, jo do e mos të njëjtës televizion. Media është kthyer në biznes dhe çdo biznes ka interesat e veta. Në momentin që preket një interes një biznesi, atëherë detyrimisht që bëhet në thonjza armik apo nuk je më aq i dashur apo por kolegët njëri me tjetrin në aspektin personal vlen për t'u theksuar të paktën në ato çfarë un kam parë, shumica prej tyre nuk kanë marrëdhënie të keqe, kanë marrëdhënie shumë të mirë, mbi të gjitha për shembull brenda sektorit, shumica e kolegëve kanë le themi një lloj marrëdhënie e bëra këtë pyetje sepse kam parë që shpesh etiketonin njëri tjetrin në Instagram, gjëra që domthonë në një formë krenarie me njëri tjetrin. Po pra, këtë po them pra, mundohen gazetarët që në kushtet që shumë pak i mbrojnë, ata që duhet t'i mbrojnë, pra që te televizioni, që tek institucionet shtetërore që duhet t'i mbrojnë gazetarët, por në vend që t'i mbrojnë i sulmojnë, si në rastin e protestave, që s'duan t'ja dinë nëse i gazetar dhe nuk kursejnë as sprajin, as gazin lotsjellës ndaj teje si media që je që ti aty nuk je për të mbajtur anën e opozitës apo të majorancës, por të pasqyruar. Unë pasqyroj. Kujt është faji këtu? I drejtuesve të policisë dhe atyre që japin urdhra. Po protestuesit ju ngacmojnë ndonjëherë juve? E thash në fillim që protestuesit jo, në aspekt domosdoshmë personal, jo turm. Këto po them, në aspekt personal ndodh kur të ngatrojnë ty si gazetar me televizionin. Kur të ngatrojnë me televizionin. Realisht nuk kanë faj. Sulmi i tyre është ndaj televizionit, por sepse televizionet, drejt me thënë, televizionet në Shqipëri propagandë bën të gjithë. Ktu është siç e di, është puna që unë për veten time nuk shoh televizor, unë ty të ndjek në rrjetet sociale në aspektin tënd profesional, po. Unë për veten time nuk ndjek televizor sepse vetëm për këtë arsye që ti the. Ktu është biznes. Kush paguon, kush nuk paguon. Unë kam qenë kam ndjek, unë domethënë kam zbë kontentin e disa bizneseve të mëdha të marketingut. Edhe kur vinin politikan, disa emra që unë nuk du t'i politizoj, ti mund të thush çfarë dush, po nuk du tashu. Nuk lenin ato. Ato do t'i përgatisnin vetë materiale, na thoshte po deshe me nxjerr ke faqe shkolla state, për shembull, për një universitet. E përgatistaj, kam qenë vetë për zotin, dëshmitar. Të betohem, Erion Velia e ka qenë. Futet. S'është vetëm Velia gjithë. Jo, prit, futet. Ishin bërë rresht më në profesor doktora, akademik, rresht.
Përshëndetje ç'kemi? A po mirë, përsëritje tha. Doli jashtë u fut prap. Po. Ai ka qenë Përshëndetje ç'kemi? Ai ka qenë manjak i propagandës vetë. Ua, aty domethënë un kam thënë që shife se televizioni është kishte propagandë. Është një gjë, jo propagandë, po kjo është çelpsinllik më por. Propaganda ka çik, nuk kishte respekt fare domethënë, nuk e kam me këtë personalisht, as të thosë se e kam desh, po. Ore nuk kishte fare respekt për figurën e pedagogëve, për studentëve aty në shkollë fare. Nga fillimi. Ata që kanë hyrë në një karrike të caktuar nuk duan t'ia dinë se kush është përballë tyre. Folën për gjëra të vështira, gjëra të cikletshme. Po momente shumë të bukura, që ti mban mend. Kush janë nga eksperjenca jote? Momente shumë të bukura. Nuk e di, nuk mund të them momente shumë të bukura se kuptimin krenarie, emocione të mira. Krenari ka në çdo moment kur dikush të ndal në rrugë edhe thot ty të njoh dhe bravo për punën që bën. Këto janë momentet më të bukura për një gazetar. Mua më ka ndodhur sepse thash pjesën më të madhe të karrierës e kam patur në pjesën pas Quintave. Një muaj sapo që kisha dalë në ekran në Top News, shkoj për një darkë në një restorant nga Lezhë, edhe ulem me bashkëshorten dhe vjen shefi kuzhinës. Edhe më ulet në tavolinë. Përshëndetje, të njoft, ti je gazetar, kam shumë respekt për ty, andej këtej, po më kupton, edhe aty i thash me vete, ore zotëri unë se njoh veten akoma, sepse kam një muaj që kam dalë në ekran, kam njofte kaq shpejt. Por si duket, personi që me vërtet është korrekt, është i drejtë në informacion, i vërtet, patjetër që do të bie në sy apo do të një farë forme vlerësohet nga njerëzit që e ndjekin. Unë e them gjithmonë, del gjithmonë një, dhe po doli një do të thotë që vlen. Kështu që domethënë është përgjegjësi shumë e madhe edhe emri i mirë, Është përgjegjësi shumë e madhe. Sepse atë emër të mirë do duhet ta mbash. Sepse shumë lehtë mund të bëhet pjesa e jeme. Bëj edhe një pyetje në aspektin profesional, pastaj do dal pak tek personalja. Kush është hapi jot më i madh ose ndoshta një ëndër që ti ke në fushën e gazetarisë? Ëndra nuk është ëndër tërësisht personale, po nuk e di. Nëse do të arrinte një ditë që gazetaria vërtet ishte e pavarur, ai do ishte gjëja më elit e çdo populli, jo më e Shqipërisë. Një gazetari e pavarur kur ti mund të bëje çfarë ti vërtet e mendon që duhet dhe vlen lajm dhe jo të diktoheshen nga drejtuesit e televizioneve, drejtuesit e mediave, pronarët e mediave, politika. Pra, atë moment kur ti apo Shqipëria do të arrijë atë nivel, vetëm duhet dish edhe të kuptojmë edhe këtë gjë që ai moment do të jetë fundi i arrogancës në pushtet dhe arrogancës në opozitë. Sepse përballë tyre atëherë do të ketë me vërtet realitet dhe do të ketë gazetar apo media që shohin çdo gjë që bëjnë ata. Shikoj, në çdo kush që bën një profesion të caktuar, do të bënte diçka ndryshe në fushën e vet. Edhe normalisht ka dhe diçka që i pëlqen shumë në fushën e vet në mënyrën se si funksionon. Çfarë do bëje ndryshe ti për gazetarin, domethënë ose si do të këshilloje qoftë televizionet, qoftë gazetarët, dhe çfarë të pëlqen shumë kjo në Shqipëri? Thash, unë vetëm gjë që do të bëja ndryshe, por që në fakt nuk është ndryshe por do të bëja atë që bëj, është vetëm edhe do të këshilloja çdo kënd që ta bënin, edhe do të ndiheshin jo vetëm krenar, jo vetëm të sigurt te vetja, por do të ndiheshin aq të fuqishëm, saqë përballë tyre kushdo që të ishte, nuk do t'i lëkunte. Cila është të mos bëni kur kompromis me të vërtetën. Kur, edhe nësa është ajo kundër jush. Dhe në fakt kjo është edhe një këshill edhe profetike dhe kuranore, që mos bëni kompromis me të vërtetën edhe nësa ajo është kundër jush, nësa është kundër prindërve tuaj, pra qëndrojni gjithmonë të vërtetës. Nëse ti do i qëndrosh vërtetës, ti je i sigurt që nuk ka politikan, nuk ka pronar, nuk ka biznes që do të thonjza të kërcënoj, sepse ti ke një fakt që me të cilën thua zotëri unë s'kam asgjë personale me ty. Unë kam me këtë për po e thyve sa të pak të vërtetën, u thyve krejt pastaj. Mbarove. Po diçka që të pëlqen shumë në gazetarinë në Shqipëri. Gazetaria jo në Shqipëri, unë po them në gazetari si profesion. Okej, le ta sjellim në aspektin e Shqipërisë, është vetëm një gjë që më pëlqen, ose më saktë me të cilën në fakt e ndihmon çdo gazetar, por gjatë jetës nuk e ndihmon në nivelin që është sot gazetaria. Cila është kjo gjë? Nëse ti shkon te spitali, do të japësh lek sepse s'shef kush, nuk të fut kush në dorë. Nëse ti shkon te juristi andaj këtë, gjithandaj do të japësh lek. Çdo vend do të në thonjza korrupsion. Jo thonjza, është korrupsion. Ndërkohë kur ti je gazetar nuk i vetmja ose mund të konsiderohet korrupsion. I vetmi korrupsion është korrupsioni nëpërmjet emrit gazetari dhe sa shohin që je gazetar të hapen dy. Jo, realisht kjo është vetmja që të hapen dy. Jo, nuk është korrupsion, po është
gazetarët janë të vetmit njerëz që e marrin shërbimin si do ta merrte një qytetar në një vend të ligjor tamam. Më ka ndodhur një herë dhe po e sjell edhe këtë si histori. Më ka ndodhur një herë për të marrë një shërbim dhe në momentin që unë e bëj publik, e bëj në rrjetin tim social, e bëj publik që shiko, kjo ka ndodhur dhe kjo situatë është dhe është e papranueshme, aty shkruan 45 minuta pritje, ndërkohë kanë kaluar 4 orë dhe nuk dihet, jam akoma ai 80 e sa, 70 e sa ishte, nuk e mbaj mend në radhë. Imagjino kur do të mbaroj. Edhe i kujt është faji për këtë le të themi neglizhenca, apo edhe me një herë më merr këshilltari i drejtorit, çfarë problemi ke, pas një reagim, unë s'kam asnjë problem, tash problemi e kanë të gjithë, jo vetëm unë. Jo, po ta zgjidhim, hajde se ka dalë drejtori, po të merr drejtori, del drejtori, merr drejtori, më rreshtoi gjithë punojnë si drejtori i parë për të më treguar që nuk është faji këtu, është faji problem sistemi, anë këtë. Na ka ndodhur një herë. Thash o zotri, thash, unë këtë situatë, unë e zgjidh shumë kollaj për vete. Se siç erdhe ti, unë fare, vetëm më mjafton ti shkruaj këshilltarit apo ty, thoya shikoj se kam këtë problem ose kam në aspekt personal. Pak më shpejt në aspekt personal, isha i sigurt që do kisha hyrë pa radh, pas i gjatë kisha mbaruar punën për 5 minuta. Siç po mbaroj tani. O zotri, po çfarë faj ka i tjetër që është vjen me fëmijë apo tjetër që e ka fëmijën në spital po ka ardhur për këtë shërbim këtu. Tregoj i sinqert. Okej, nuk është 45 minuta, shkruaj 4 orë do prisni. Edhe unë për këtë 4 orë e marr biletën kur jam, atë për 4 orë mbaroj punën të mia çka kam për të bërë dhe kthehem në kohë. Pra kjo është problem shumë i madh. Para ca vitesh, pa të bëj një aksident me makinën, nëse më menti, me vllajën, edhe 8 muaj na majtën makinën, komisariat nuk na jepnin asnjë shpjegimi. Ka ardhur bekimi, me telefonat, jo presion, ë? Se të thash, unë nuk do ta ftoja, po të mendoja që bekimi nuk është i moralshëm, edhe na ka zgjidh punë atëherë, edhe është fikse ajo që domethënë atë shërbimin që ne duhet ta merrnim, e morëm sepse kishim bekimin gazetar. Tash du dal pak në aspektin personal. Çdo lloj pune është e vështirë, çdo lloj pune do kohë dhe çdo lloj pune do impenjim jashtë orarit. Bekimi ka një djalë, etnikon, është si drita, bekimi është patriot i madh, bekimi ka nusë nga Kosova. Sa vështirë është menaxhimi i kohës për ty si gazetar i ri, në kulmin e karrierës, domethënë me angazhimet maksimale, ti kushtosh kohë edhe familjes dhe specifikisht djalit. Shiko, është vërtet, ka vështirësi, sepse në situata të caktuara, në momente të caktuara, në shumë raste madje, nëse ti ke një orar të caktuar 8 orë, asnjëherë nuk mbarohet me 8 orë. Nuk ndodh që çdo gjë të mbyllet brenda 8 orëve, sepse edhe nëse ti e mbyll punën në orën 5 e zëm, patjetër ti, sidomos në ato gazetarë që ndjekin të paktën 2 fusha që janë më, le themi sot për sot edhe më të zëshme, politika dhe kronika. Të merr pas në orën 5 të merr dikush, hajde të takojmë se kam diçka ose hajde pra jeni në alert, je non stop në alarm të lajmit. Dhe patjetër që ka vështirësi, është vërtet, dhe mbi të gjitha dukesh që tani, imagjino etniku siç po e thua, etniku është i vogël dhe që tani më duket sikur i hyn në hak në kohën që do duhet të shpenzosh me fëmijën, sepse fëmia nuk ka nevojë vetëm për praninë e nënës, por ka nevojë për praninë e dy prindërve. Ka nevojë për të dalë, për shembull shpeshherë si e kompenson kohën. Unë mundohem që në momentin që nuk i gjendem dot djalit që ndroj, në ato ditë apo ato kohë që unë kam mundësinë e marr dhe mundohem të rridh non stop me djalin, dal jashtë, ta nxjerr sepse edhe ai mes 4 shëtitje, mes 4 mureve është shumë probleme dhe për fëmijën. Dhe ai me zipret në fakt, madje që kur ishte i vogël fare, ku të them disa muajsh, dhe kishte një orar, ishte ora 4 që unë kthehesha aso kohën nga puna, dhe në 4:30 ishte e sigurt që unë isha te shtëpia dhe do të dilja me ta, do ta merrja, bëja një gjë. Kishte si rutin. Kur vinte ora 4:30 është si puna e atyre maceve apo çdo lloj qenie tjetër gjallë që e ka atë ushqimin. Jo, ka orarin e ushqimit dhe kur vjen ushqimi fillon dhe bllaqëritë, më kupton e kërko. Ashtu ishte edhe fëmia, sepse ishte shumë i vogël, ku ta dinte ai se po e nxjerr jashtë. Po të them 5-6 muajsh. Edhe ai mezi rrinte, vetëm qante, sa tentonte të më kapte në krah. Unë njoh bekimin edhe familjarisht. Mami i bekimit tani është pak në moshë. Du me ditë, a ka frika jo për ty? Çdo ditë. Për shembull. Po s'ka, nuk ka një radh, nuk ka një nën që s'ka. Jo, ti ke një punë. Shiko, duke ditë si funksionon gjëra në Shqipëri, ti ke një punë që je më shumë rrezik se sa në tjera, sepse thjesht e vërtetë Shqipëri je në rrezik, realisht. Është vërtet, po ama duke ditë se ku jetojmë në Shqipëri, të gjithë kanë frikë në çdo moment caktuar, sepse të qellon tjetri. Ja, ajo rastia është tjetër gjë. Po ti je ekspozuar. Ndërsa ti je ekspozuar është vërtet, ka më shumë peripeci, ka më shumë rrezik, ka më shumë probleme.
sidomos në kohën e protestave, me non stop është në telefon, do të marrë në telefon, unë ja fik, prit ora, sepse është, siç e thënë ti, është në mosh, vjen një kohë që do të lodhet, do të flej, nuk e zë gjumi pa mbaru. Unë qoftë të shkoj ora 12, 11, pa e marrë në telefon, pa i thonë që jam në rregull. Ha, si e me gazin thot, a ke pi shumë gaz, a ju raf pika, kështu. Merakët e prindit mo, sidomos të nanës. Edhe patjetër që është problem, është shqetësim për ta mbi të gjitha, sepse non stop mendojnë që shiko, madje kur mund të në disa raste kur bën ndonjë lajm apo ndonjë kritik publike, pyetje të vështira që i vënë në siklet edhe politikanët, ka njerëz që thonë shumë ke fillu të bubrosh ja bëjnë, të bubrosh shumë po pyet, shumë po gryen. Edhe në tilla situata edhe prindit njëjtën gjë, bekim, mos u fut shumë, nëna janë të rrezikshëm. Mos u fut shumë se këto, a e ke pa çai bën filanit dikur? A e ke pa të gazetaren tjetër që i gjujten me armë në shtëpi? Pra ka edhe janë non stop në frikë, por unë kam qenë i prerë edhe me familjarët që unë nuk friksohem dhe nuk do të friksohem kur për aq kohë sa jam me të vërtetën. Kjo nuk e ul frikën atyre, prapë se prapë. Asnjëherë. Po bashkëshorti apo bekim, se nëse ato është gocë e din aktualitetin më shumë, është më integruar me shoqërinë se sa prindit, se prindit ta kanë atë merakun, atë motivon. Sepse normalisht frikë ka, se frikë kemi edhe ne që të kemi shok, jo, pa të motivon kuptimin për shembull që jepi, a kupton? Të motivon shumë, por ka edhe gjë tjetër, duke qenë se ajo më njeh shumë mirë, unë kam edhe një karakter të tillë që nëse më prek aty ku nuk duhet, unë jam edhe shumë, si marr flak shpejt, si benzina. Por nëse më prek njerëzit e drejtë i karakterizon kjo. Nuk e di kë karakterizon, po unë di të them që unë nëse më prek dikush aty ku nuk mban më, është diçka që unë nuk e toleroj dot, aty unë pastaj nuk shoh se kush jam, në kuptimin e gjë, jo të bëj pa drejtësi, por nuk të lejoj të vazhdosh më tej. Qofshin këto edhe tek pjesa e lajmit, nëse dikush më akuzon mua për xhobaxhi apo më akuzon mua, çfarë mund të them unë, për mashtrues, shpifës, nuk duroj dot, sepse është e vetmja gjë që unë të paktën kam 14, më shumë se 14 vite që i kam fokusuar dhe jam përkushtuar dhe nuk kam një rast vetëm që unë të kem bërë lajm të rrem, të kem bërë lajm për të goditur genin vetëm për inat. Personalisht. Apo përkundrazi, lajmet që kam bërë janë të gjitha të faktuara. Çdo lloj lajmi që kam bërë, pavarësisht se sot është vështirë të bësh lajm, është shumë e vështirë edhe kjo. Kjo është intervista më gjatë që kam bërë herë, po më pëlqen shumë realisht. Po prapë për efekt kohe duhet edhe ta mbyllim, mund të bëjmë edhe një tjetër me të ardhmen. Po do të bëj edhe një pyetje të fundit, pastaj du një mesazh prej teje. A ke një njeri ti që këshillohesh, që konsultohesh, që motivohesh dhe ndoshta, se gjithë kemi një njeri për shkakun që të profesionit bëhet fjala. Ke ti? Shumica është e vërtet, po thua gjithë kemi, por në fakt jo të gjithë. Unë jam një person ndoshta në këtë aspekt pak introvert, që nuk është se këshillohem shumë, unë ndjek shumë. Jo, nuk është e thënë muhabet, ë? Po kuptimin tim mundosh të mësosh nga dikush, ose për shembull ke një moment, le të themi për shembull që je me pikpyetje, ëh, se kemi ato momentet tona. Edhe ti e ke dikujt që ja vlerëson, si më thon, këshillën profesionale, po themi, ëh? Të kuptoj shumë mirë, por siç thash unë sot fakt pavarësisht vlerësimit që kam për shumicën ose për të thënë gati 100% të kolegëve të mi, jo të gjithë mund t'i marrësh në mirëqen, kjo edhe për shkak se një koleg i caktuar apo ka qëndruar zëm shumë kohë në një media të caktuar dhe patjetër ndodh që në një moment të caktuar, ku diu si e kap, mund edhe të jetë le të them mund shfaq pak atë indoktrinimin nga media. Dhe unë më shumë zgjedh gjithmonë ndikohet. Po, unë zgjedh për veten time, në parimin tim ti qëndroj edhe të konsultohem vetëm me dikë, edhe ky dikushi është Kurani, që thot konsultohu dhe qëndroj gjithmonë të vërtetës, qëndroj gjithmonë të drejtës, mos bë zullum, mos përgojo, mundo të jesh gjithmonë i vërtet dhe i sakt në atë që thua dhe mos i bjerë tjetrit në qafë kur s'ka bërë asgjë. Dhe mbi të gjitha pa të drejtë. Sepse sot e marrin edhe punën e gazetarit që po mbien qafë, madje bëra unë diçka dhe më reagon vllai një kryebashkiake dhe më thoshte mua po çka ke mua pse bjen qafë. Po zotri s'kam asgjë me ty, unë kam me fenomenin mo zotri. A ke ndonjë gjë që kam të pasakt s'fliste? Më thuaj nëse ke diçka që unë kam. Do një këshill prej teje për gjithë të rit shqiptar. Jo në aspektin profesional. Në aspektin personal do të thoja
Se ndaj dot nga profesionali. Nuk ka problem, ti thuaj si dush, bëhet pjesë e karakterit profesioni. Ngaherë thash bëhet pak si përsëritje, po them realitetin ngjen edhe këtu po të betohem që nuk e kam fare ku diu për ta kthyer apo për ta bërë shumë personale, po vetëm aspekti kjo, nëse dikush dëshiron që të jetë i suksesshëm dhe të jetë i pavarur, të jetë që të jetë një person të cilin ta shohin të tjerët, të marrin mësim të tjerët dhe ta marrin si shembull për mirë, vetëm të mësojnë faktit të drejtësisë. Pra të jenë të drejtë në çdo moment dhe të mos bëjnë asnjë lloj kompromisi me drejtësinë, edhe me të vërtetën. Nëse s'bën kompromis me drejtësinë dhe me të vërtetën, ti je i sigurt që gjitha dyert do të hapen, edhe ato më të mbyllura të mundshme. Pse? Sepse kur të shohin që je i drejtë, o vëlla, është edhe dikush tjetër lart që të ndihmon ta jep edhe një dorë tjetër nga mbrapa dhe të thotë, "Prit o vëlla, se s'mundesh kaq lehtë më mbyll dyert këtij personi." Ishte hera e parë që unë po bëja një bisedë kaq zyrtare me Bekimin, se gjithmonë kemi atë raportin shoqëror, u kënaqa shumë dhe jam i bindur që gjithë ato që e shikojnë këtë podcast kanë mësuar shumë prej teje, edhe besoj ishte hera e parë që Bekimi flet në rolin e të intervistuarit. Faleminderit shumë që morë pjesë. Faleminderit. Ndoshta mund të bëjmë edhe herë tjetër prap një seri akoma më zgjeruar sepse historitë me ty s'do kishin fond. Falenderoj pa mas, edhe do i bëj gjithëve thirrje dhe na suportojnë, na bëjnë subscribe, share, edhe pse jo të marrin pjesë në Faleminderit shumë dhe faleminderit edhe për mundësinë që u jepet atyre që ndoshta s'kan zë, që sepse jo të gjitha mediat apo i japin hapësirë çdo kujt. Qëllimi im kryesor ky është fakt, ato që s'kan mundësi, sado pak ta gjej mundësinë këtu kene. Kështu që Bekim, falenderoj shumë. Faleminderit ty.